A keni besuar se këto pamje tregojnë konfliktin në lindjen e mesme? Lufta mes Iranit dhe Izraelit vjen të frymëzojë keqinformim në rrjet. Përveç pamjeve të gjeneruara, edhe ato reale po përdoren për të keqinformuar online, duke përshkruar si të lidhura me konfliktin, kur në fakt nuk janë. Kjo video që pretendohet se tregon një godim të CIA-s në Dubai të goditur nga raketat iraniane, në të vërtetë tregon një zjarr që shpërtheu në Sharjah, 30 kilometra larg Dubait, në 2015-ën, mbi 10 vite përpara sulmit iranian në Dubai. Artikull nga ajo kohë përmendin zjarrin që ndodhi në kullën Nasser, ndërtesa në Sharjah mund të shihet edhe në Google Street View. Fotot datojnë nga maji 2015, disa muaj para zjarrit. Kjo video që pretendohet se tregon qytetarë izraelit që paratisën nga Mali në mars 2026 nga frika e luftës, qarkullon në rrjet që në 2025-ën, përpara përshkallëzimit konfliktit, dhe tregon një grup njerëzish në Nepal teksa nisën në Maltë për të mbledhur përpudhën e çmuar Yarsa Gumbo. Kjo video që pretendohet se tregon për leshjen në aeroportin izraelit ku qytetarët kërkojnë të largohen nga vendi për të ikur raketave iraniane, gjithashtu daton nga viti 2025, përpara se Irani të niste sulmet hakmarrëse ndaj Izraelit. Sipas mediave izraelite, ajo tregon një përleshje mes 10 adoleshentëve hebrejnë dhe punonjësve palestinezë në një kinema në Jeruzalem. Kujdes, mos i besoni çdo gjë që shihni në internet.